ishin këndosa për këndon bukur? Gjithmonë unë kam qenë ai i cili i ka pri këngës. Ku këndoje? Në klasë, në shkollë, në shëtitje, gjithmonë kemi shku për shembull. Interesant, unë kam pas një natyrë shumë që nga shkolla fillore kam qenë i harreshëm gjithmonë. Edhe kam dashur këngën. Kur je dashuru kështu? Mu dashuru që në shkollë fillore, po... Anë fillore në dashurove ti? Ne, dashuroshim kështu. E kishe një simpati ti, dhe ajo s'kish lidhe që ti, që ti e ke simpati. Po, ajo, pa prezencën tonë, kur kaloj ke ajo, kur vishe unë e shok, kaloj e jotja. Ajo jotja! S'ka lidhe mu. E mirë, a ja ke shprej në i farforma, a ke shkënu një letra, diqka, ke bon këtë dritim? Po, ma e për shembull njërës ja po të shkujt një 4 fashe, kështu, pjatër e kam vërtetu në vete se sinqerisht kam prire për poezi. A, për me shkru, po? Për shkrim. Për poezi që shkruva? Po. 4 faqe? Mbloj fjale. Para me do fundin mo, unë nuk e besoj edhe në që as Dante Alighieri s'ka mujtë me shkujt atë fundin. Pas ja shkujta 4 faqe, në fund thash, digje këtë letër dhe me hirin që do të bje shkruje fjallën e dur. 6 muj e prita fjallën e dur. A 6 muj? 6 muj. A ta kthej? Përgjigjëm, po, fatë mendoj. Ma 6 muj po menoj, aj! Kjo kanë qenë ato hiret e tonë për shembull të Vinis. E kemi më këthy përsëri të zonja, të gruja që të ka... Po, në ndonjë shoqëri fillove me frekuentu heret? Kultura artistike atëherë, që kanë qenë në Shkup? Unë kam shkue, pas që e kom bo albumin, kam shkue në shoqërinë kulturë artistike. A mas e ke bo albumin? Po, se unë e kam pas një pedagog i cili ka qenë e njef me siguri të ndjena Lushamidin. Po. U thejsh si, a i ka qenë alfa dhe omega e mbrojtjes e kulturës tonë, po se shërishë maqionin ato kokënat më të vështira. Dhe a i gjithë dhe mon, kish kritika ndaj meje. Unë e lushe e thësha, profesor, të lutem, merëm vetëm dve të bi publikun, të shif një harin se, thëke as njerë. Bile thëke mës me konë djali sabitit. Ti hiç? Ngeli për klasë, absolut. Dhe pas një periudhe, unë shkova, mandej... Po cilat këngë këndoje si fëmijë, kështu? A këngë që ishin hitet kohës? Na ka qudu dia letër hajde në Prishtinë. Këta kanë qenë këme pas. Na ka qudu dia letër hajde në Prishtinë. Thuja ranit bacëso, letër me makinë. Thuja ranit bacëso, hajde me makinë. Luan Hajra. E sigurisht edhe këngë të kohës. Sepse në realitet shumë i ri, por a kishe idhuj? A kishe këngëtartë që i doje, që i përcilje, që... Me thonë drejtën, se unë e kam një të mirë që unë e flasë vetëm realitetin, i pëlqej apo si pëlqej dikuj. Ndoshta kjo ko pas kohë dhe më ka kushtu, ndoshta pak në atë aspektin se njerëzit shumisa prej neve kanë qef edhe mi arrej shpinën, mi thonë, ti e kështu. Unë, një ndër ata që i kom dashtë, je konë edhe tip gjithmonë edhe du mi të regu edhe mirje se për mi lëshu flokëtën e pak matë gata mirje pa të po Naimin. Kom pas si model. Me bishta. Me bishta. Atëherë në atë vakt. Në atë vakt. Edhe e kujtoj gjithmonë ndalim parasysh që tash bashkë, a di që kemi bisedu në telefon me Naimin edhe më kujtu një skenë Miria e dashurume të Naimi, edhe Miria kur këndoj ke gjithmonë tu kalua për këshyrë Naimi, as një herë si kom vërrejt dikun që të ka këshyrë tyje. As një herë se... Na mos vlis, as Mihrin, as tjera që se hitë. Isi, ato që... Ja pa ta mledh betë që atëherë në atë vakt. Ama, unë ka monë me një përfundim Mihri se pak edhe kone dashurume se përpara ka qenë dhe në modë ato që në konë nëzosat mirë dhe i kanë tash qikat ata. Po nëzosat e mirë. Naimi ka qenë i Nëzosat shkëllqyshëm. si mirë. Po e vërtet? Edhe... Kjo është e vërtet. është interesant se unë gjithmonë i kom caktu njerëzit të cilë për shembull kam ditë se me përzgjedhje se nga kush me mund modelin se cilin këngë si me këndu.
Na im të ke pos specialitet kongën e Kashanikut. Kaçanikut. Unë jam nip Kashaniku dhe gjithmonë Nip Kaçanikut ka pëlqyer edhe për ata. jashtëzakonisht shumë dhe kam dashur me t'imitu Albumin e parë e ke bërë akoma pa shku me një shoqëni me kështu. albumin e parë kom bëune ka qenë aksidentalisht I bom albumin e shkoshim na për dasma, shkoshim. Si është titullu albumi I parë? Hajde moj dashni, a ka qenë? Dasma Shqipe. A dasma Shqipe. Knoni qika me dahire. Knoni qika me dahire. Na ka dalë në Martojmë vllaun me nuse të mire. Knoni ju Gjithë të ushtoj mali, kështu martohet vetë shqiptari. Tekstin? Muzikën? Bravo. Me muzikë, me tekst komplet të këmbënë. Po sa vjeçar ishte se ke qenë shumë I ri? 17 vjetë. 17 vjeç. E morë guximin me E bokong. mora guximin, mu ma imponoi një shok. Ai në atë kohë ishte trend me shit kaseta në këtu në për ato tezgat që kanë qenë. Dhe ai nisën me bo albume këngëtar që ishim. Po, ti e kishe grupin muzikor? Unë e kishe një grup muzikor dhe interesant kemi qenë shumë talenta kemi qenë. Jashtëzakonshëm. Por orkestrën e kam pas, unë kam pas një fat që gjithmonë kam pas orkestrat më të mira të mundshme që kanë qenë të kohës së dur. Në Shkup. Po. Dhe një shok jon atje një Fetiu që e përshëndes shumë përzemërsisht se ai është shkaktari që unë E kam bo albumin e parë. shkaktari. Ai shit ke kaseta dhe I fiksbon një 700 marka në. Po ti e di se për me bo kaset u dashin Po, ka qenë 3-4.000 e marka. të mërshme, e vështirë. Si me thonë sot, po marroj shtëpi, 500.000 euro. Dhe ai na propozoi neve tha, Oziver tha, a do me bo një kaset? Thash, du, po Qësh me bo? tha, mëse ki gale, tha se unë I ri mbrapa, tha punës tonë, tha miq mos u mërzit për këtë punë, tha se shkojmë në studio, tha I kom bo një 700 marka, tha, na s'dishim as sa kushton, as çka kushton, as kushton. Dhe tu I mor informata, thanë që është 120 marka ka qenë ora. Ora. Ne kemi ushtru, na muj me thonë ka 20 orë në ditë. Ska, non stop, ushtrime, pi frigës, mos Dështojmë atje. spearim limitin e Pjesë veç 2 kanala. 2 kanala. Edhe kemi shku atje kur mbasi mrinëm na ishim 2 grupe. Do shkojshin në M2 atje te ku ishte ajo studio me 24 Me mirë, me 24 kanale, ju me 2. me 2. Edhe kemi pas ato bateritë, ato bubnjët e tona, kemi pas këtë plonë. Në mahal të kënu. Që keni mujtë me I kombinu. Edhe vjen e njefni edhe ju dhe të Mihria me siguri keni bashkëpunu me Osmanin. Osman Hajrullahun. Osman Hajrullahun. Kentin. Edhe ai kur na po neve I tha kuj ke gjetë tha djemë. Ki gjitha. Tha po me talenta tha adi kanë qef. Po tha a e ke qitë shpijen me shit tha. Që qa që ki me hu? Në minutën 55 e kena përfundu albumin. Për 55 minuta u 55 kry. minuta. 8 konga, 10. 8 kongë. 8 kongë. Llogaritë çfarë kongë. Knoni qika me dahire. Të në hajtë valzoje valën, valzo me shiret, oh dridhe belin, si lugan shërbet, a mos je nga Shkupi, apo nga Prishtina, kur të pash në vale, vala krejtu shkriva. Skriva. Përëndesh për Tekstit? Po si këshuve. komplet. Për këngë ka qenë shumë I suksesshëm. Mandej, eksepsioni ka ardhur me albumin e dytë, Absolutisht. Hajde moj dashnie, Hajde moj dashni, pa ty si të zije, pa ty shkoj rinia. ju knozi beravdia. E ti originalin për bolë, me. A originale? Edhe, Po ndërlidha me Mirien këtu, se erdhe si tingull I ri. po, original, e kam tregu me një rast unë se njerë kur shkum në Minhen kisha një mramje edhe ata shokët, haj po që muzikë, thash, çfarë me na për muzika, thash se po do të më shu me këndu, po të prezentojnë edhe, thash, jo tha Bullgarian. Bulgar? Edhe shkum atje, ata Bullgar, të rinë, edhe kjo është tu asi, ata bëshin muzikë, edhe dikush ka shuj ka thonë, përshëndete Zyber Avdiu, e ka thonë, a është e këngëtari bulgarisht, po be thot ajo. Në kohën, ata grupet e Bullgarisë, një 2-3 albumet mija veç Tu I këndu këngët. tu kopju.
Edhe kur erdhej respekt për mua, ai po mban respekt kur i ndyq isha ato të bëj muzikë, mua më vike marrë për vetës. Profi. E thash aty thash, abe tha dikush je ti thash, lebe kush jam unë thash se çfarë muzikë ju thash i keni bë një 50 herë thash ma bukur se ne kon. Se ma ekspertat muzikës tha, po ta them tani fjalë tha. Ti thash shumë i sinqert po tregosh ta po ta them sa tha me rëndësi kush e ndreq makinat ajo kush jep në spoilerat. Absolutisht. Ata kishin marrë këngën se kishe këndu ti? Po pra. Shumë këngë kanë marrë, edhe në Serbi, edhe në Bosnje, edhe në Bulgari, edhe në... Shif, atë kanë pyet atëherë? Nuk më kanë pyet, po ndoshta edhe më kanë urry pak se une kur erë Zuberav-Diu dhe unal Južni vetar mo nuk ekzistoj këtë në shqiptarët. Sa e bukur e dëgjove? Jo. Doli Zuberav-Diu, s'ka Južni vetar mo të shqiptarët. Ka pos bravo. Edhe s'ka mo dragone. Nuk kanë ekzistuar. Se kemi Zubir.